Që po thonë, s'pedojnë një gru që është e fortë dhe e rrep në qëndrime, po pedojnë shka, një gru të heshtëm, se s'flet. Më në janë 3 pika që do besoj kushtetarët të shumë rëndësimi i ditë. Pjesa e parë është që ne prapë do të votojmë pro, edhe bllokimi po vjen për atyre që votojnë kundër e jo deputetëve që po votojnë për. E dyta është me rëndësi me cek që kuvendi, kryesia e kuvendit, konstituimi i kuvendit do me zgjedhjen e kryesisë që janë 5 kryetarët dhe kryetari. Kjo nuk i takon këtë lëvizjes vetëvendosje. Nuk është se na i kemi fituar 5 kryetarët dhe kryetarin, edhe s'po bëjmë asnjë kompromis, por ju takon 3 subjekte vendnoja politike dhe 2 përfaqësuesve të komuniteteve, me fjalë tjera kushtetuesja veç e ka përcaktuar rregullat e lojës, thotë pi takon krejve, rrjedhimisht na takon përgjithësia me themelu. Edhe e fundit, me ne argumenti i opozitës, që po thotë zonja Haxhiu nuk duhet me votu për shkak se është e zhurmshme, është përçorse, unë mendoj që në thellësi kjo është ofenduese. I duhet me kuptu që zonja Haxhiu ka qenë deputete për mbi 10 vite, ministër për mbi 4 vjet, edhe nuk e gjeni kërkon asnjë njollë të vetme në punën e saj të ndershme që ka bërë gjatë këtyre viteve. Edhe zhurmën e përçorjen, këta pe marrin për kundërshtimet e soja që i ka bërë për gjykatën speciale, për Zajrnicën. A mëna që të më konë vlerë e shtume dhe arsye shtesë për me votu ato, po jo me kundërshtu. Për shkak se kjo po i vjen që opozita po thotë nuk e dojmë, ose nën vetdije po thonë që një gru që është e zhurmshme edhe që është e rrep në qëndrimit e soja na nuk e pranojmë. Po besoj kjo është një mizogjeni e heshtun që pju del në ndërdije, edhe po besoj që ata duhet me reflektu sot me votu për me zhblloku institucionin e kuvendit, edhe pastaj vazhdojmë të afatët që fillojnë të rrjedhin edhe të zgjedhja që. A nuk është Konjufca opsion? Pse nuk është propozuar sërish? A nuk keni të kënaqur si parti me punën e tij në sekretar kuvendi? Jo vetëm ne, po besoj që qytetarët e Republikës jemi jashtëzakonisht të kënaqur me zotin Konjufca, po propozimi ynë kësaj rrodhe ka qenë zonja Albulena Haxhiu në konsultim me gjithë deputetët të përfshirë zotin Konjufca. Që falenderit shumë. Mund të presim që do të zgjas kjo përsëritja e vazhdueshme çdo. Por besoj në dash argumentet e mia. Kjo nuk do të më zgjat për shkak se kuvendi edhe një herë po them. Kuvendi i takon 3 subjekteve, kryesia e kuvendit i takon 3 subjekteve politike, më të mëdha fituese dhe 2 përfaqësuesve të komuniteteve. Edhe është një trup kolegjial që bën administrimin e punës së kuvendit. Nuk ka asnjë fuqi ekzekutive. Prandaj është komplet e paarsyeshme mos më votu. Po më thonë nuk e votojmë Albulenën, atëherë është një farë seksizmi i brendshëm i heshtën e tyre që po thonë s'pedojnë një gru që është e fortë dhe e rrep në qëndrime, po pedojnë shka, një gru të heshtëm se s'flet. Po besoj që kush janë gratë heshtura, se janë 2 propozime. Po jo, nuk ka gratë heshtura, s'duhet me pas gratë heshtura, s'duhet më kon tema ç'kjo. Këtë po thot opozita, deputet të opozitës që thonë nuk na pëlqen Albulena Haxhiu për shkak të çndrimeve që i ka. E na kemi edhe gazetore vojza dhe gro këtu që nuk po besoj që duhet me pranu këtë argument të tyre. Sa që vjen argumenti kur janë ofruar si mundësi për votë 2 gra tjera. Po nuk i takon atyre me propozu gra tjera. Na kemi propozuar, po jo, unë po them, nuk ka qëndron arsyetimi i refuzimit të tyre. Pse duhet më refuzuar Albulena Haxhiu? Ma jepni një arsye të vetme nëse dikush që të dikush ka. Po keni vepruar dhe ju zoti Basha, keni refuzuar zoti Veseli sa ka qenë. Po veç kuptoj që atëherë ka qenë tjetër lojë. Atë rregullat e lojës kanë qenë që nuk i ka ta fituesit. Nuk i ka jo, kushtetuesja ka. Ka fituar poni. Kushtetuesja pas kësoj, pas ponit ka thonë i takon fituesit. Tash janë rregullat e lojës që na takon neve, edhe na e kemi propozuar zonjën Haxhiu, nëse dikush e ka një arsye të vetme mos më votu zonjën Haxhiu, ma tregoni. Po kjo s'ka, që po besoj mjafton. Nuk po duhet të debat më shumë se mendoj që do të prit epilogën e seancës së sotme, megjithatë faleminderit.